Në këtë rast ideja që diskutohet zoti Rama është që ju të kandidoni për kryeministrin. Ballafaqimi të jetë në garë, pra që të kërkoni vota në raport me zotin Kurti, duke marrë shkak se keni mundur vetëvendosen 2 herë në Prishtinë, që nuk e bëjnë dot partitë e tjera në komuna tjera. Pra, a e përjashton mundësinë që të garoni për kryeministrin në garë direkte me zotin Kurti? Unë mendoj që ka shumë njerëz edhe për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe tjerë në për parti tjera, edhe njerëz tjerë të cilët mundën shumë lehtë mirë me u ballafaqu ideologjisë ashtu të ndoshta 120 vjet të vjetër ose të outdated të Kurtit. Edhe nuk mendoj që Kosova e ka vetëm një person që i ballafaqohet Kurtit. Kemi shumë, vetëm duhet, po them, t'i bim pa ata, edhe t'i hecim proceset përpara, të njëjtën kohë, po them edhe Kurtit, i uroj që të reflektoj, të ndryshoj këtë mendësi, edhe të bëhet bashkëpunuese, jo t'i mbahet këtyne qeverises përqarse që e ka bërë deri tash. Pra, kjo mendoj që është e nevojshme për vendin ton, për kryeqytetin, për Kosovën. Prandaj po them, përgjegjësia ime është ndaj kryeqytetit. Dhe nuk keni plane njëherë për të garuar në nivel nacional? Nuk kam plane.